Tërmet Peçi shkakton tërmet në Bashkinë Vlorë. Një nga kompanitë e ish drejtorëve të tij po merr tenderin 2.6 miliard lekë për asfaltimin e Vlorës përpara zgjedhjeve. Kryetaria e Bashkisë Vlorë Brunilla Mërsini i ka bërë letrat gati dhe ka shpallur fitues të tenderit kompaninë nga Tepelena NG Structure. Mirëpo një vlerë kaq e madhe nuk mund të merret pa zhurmë. Tenderi është mbajtur më 7 prill 2026, megjithëse duhet të zhvillohej më 27 mars. Për momentin procedura është pezulluar dhe ka mbetur në dorë të KBP-s. Më konkretisht bëhet fjalë për prokurorimin në riveshje me asfalt për vitin 2026 e ndarë në 2 lote me një fond limit total 255 milion lekë të reja pa TVSH, një rrugë e 2 punë. Edhe mashtrohen qytetarë përpara zgjedhjeve vendore dhe mbushet arka e biznesit të rilindjes. Rrugët që do të shtrohen janë të lagjeve të brendshme të qytetit të Vlorës, të cilat janë lënë në pasdore dhe u vjen radha vetëm kur ka zgjedhje. Kjo është procedura e lotit numër 1 me fond limit 136.1 milion lekë të reja pa TVSH. Në njëjtën datë është mbajtur dhe tenderi për lot 2 me fond limit 119.7 milion lekë të reja pa përfshirë TVSH. Në fazën e parë, komisioni i ngritur nga Brunilla Mërsini ka bërë vlerësimin e ofertave të pjesëmarrësve, ka kualifikuar kompaninë NG Structure SHPK dhe ka skualifikuar të tjerët. Të revoltuar nga ky vendim, administratorët e 2 prej kompanive pjesëmarrëse kanë bërë denoncim në KPP. Kompanitë kërkojnë shfuqizimin e vendimit mbi skualifikimin e ofertës së paraqitur nga Bashkëpunimi i Operatorëve Ekonomik BIBA X SHPK dhe RSM Construction SHBK, po ashtu kundërshtohet kualifikimi i ofertës së paraqitur nga operatori ekonomik në NG Structure SHBK. E njëjta ankesë është bërë dhe për lotin e 2 të këtij tenderi, i cili gjithashtu është hipotekuar te kompania e njerëzve të Tërmet Peçi. Kompanitë ankohen se janë skualifikuar pa të drejtë, gjoja kanë paraqitur ofertë anomalisht të ulët. Gjithashtu Bashkëpunimi i Operatorëve ngre pretendime mbi kualifikimin e kompanisë NG Structure SHBK, duke qenë se njëjti operator është shpallur fitues për më shumë se një lot. Kërkojmë verifikimin e kapaciteteve teknike, të burimeve njerëzore, mjeteve në dispozicion në funksion të realizimit paralel të kontratave. Kujtojmë se kryetaria e komanduar e Bashkisë Tirana Nuela Ristani i ka dhënë tenderi 7 miliard lekë firmës NG Structure me objekt ndërtim shkolle 9-vjeçare tipi 2 dhe mesme tipi 4, njësia strukturore KA 283, rruga 3 Dëshmorët. Kontrata është firmosur më 11 qershor 2025. Tenderi është denoncuar në KPP si pa rregull sepse nuk plotësoheshin kriteret nga kompania fituese. Por komisioni e rrëzoi kërkesën. Kjo kontratë është me afat 2 vjet, megjithatë nga vëzhgimi në terren duket qartë se punimet janë zvarritur në këtë objekt. Po kushton në tetor 2025 ujësjellsi Elbasani ka dhënë kësaj firme tenderin 2.3 miliard lekë kundërtimi i ujësjellsit të fshatrave Polis Shep, Polis Qendër, Polis Grushpat Librazh dhe ka zgjatur ky projekt 18 muaj, duke qenë kompania e Tërmetit edhe ky tender është dhënë me flamur të kuq që është shenjë e riskut të korrupsionit. Pra sipas kontratave që ka marrë një herë kjo kompani i bie që të lërë pa ndërtuar shkollën në Tiranë apo të thaj fshatrat e Librazhit për ujë, ndërsa asfalti në Vlorë duhet ta shtrojë patjetër se aty kalon kryeministri Rama. Kështu kryetare Brunilla i ka shpallur fituese kompaninë NG Structure pa kryer asnjë verifikim të përmbyshjes së kritereve, sepse i bën qokën kolegu Tërmet Peçi. Po si u ngrit kjo operandori financiare e Tërmetit? Në vitin 2015 pas fitores së zgjedhjeve lokale, ish kryetari i Bashkisë Tepelen Tërmet Peçi punëson Lorenz Bami në drejtorin e planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të territorit. Një vit pas i mori këtë post gruaja e tij Aleksandra Bami, në bashkëpunim me shtetasin e Kuran Hoxha krijojnë kompaninë NG Structure SHPK. Në nëntor 2017 Kuran Hoxha shet 50% të aksioneve të kompanisë djalit të tij Fation Hoxha për një shumë qesharake për vetëm 500 euro. Deri në fund të vitit 2017 kompania faturon 11 milion lekë dhe një fitim prej 600.000 lekë. Një vit më vonë faturimet e saj rriten 8 herë duke u lidhur drejt për drejt me tenderat e fituar nga Bashkia Poliçan dhe Bashkia e Gjirokastër. Kjo rritje e galopante e financave të kompanisë së sapo krijuar lidhet drejt për së drejti me thithjen e fondeve publike, pasi në 2018 rezulton se NG Structure ka hapur 3 adresa sekondare të cilat lidhen me projekte të financuara nga fondet publike. Rikonstruksioni i shkollës Asim Zeneli dhe sistemimi i jashtëm në Gjirokastër, masa inxhinerike për rrëshqitje në kodrën e shtufit Gjirokastër. Në maj të vitit 2019 Aleksandra Bami shet aksionet shtetasit Fation Hoxha. Sipas kontratës Aleksandra Bami do të përfitojë fitimin 5.8 milion lekë të vitit 2018 dhe 19.1 milion lekë për periudhën janar-prill 2019. Në total nga shitja e aksioneve Aleksandra Bami do të përfitojë shumën bruto 24.9 milion lekë apo së ndryshe rreth 240.000 euro. Ndërsa 23 ditë pas blerjes Fation Hoxha i shet sërish aksionet babait të tij Kuran Hoxha për vetëm 1.000 euro. Në datën 10 janar 2019 shtetasi Gjolek Sheu ka themeluar kompaninë Numens SHPK. Me njëherë pas themelimit kjo kompani ka lidhur një kontratë qiraje për një pronë publike me Bashkinë Tepelen. Ky veprim është bërë me propozimin e Tërmet Peçit, bashkiaku të Tepelenës. Sipas vendimit të Këshillit Bashkiak të Tepelenës së datës 25 i pari 2019, lidhja e kontratës notariale e kontratë qiraje është miratuar dhe kjo kontratë mban firmën e Lorenz Bamit, që duket se lëviz milionat e siguruara për
tërmetin. Brenda 5 ditëve nga lidhja e kontratës, Tërmet Peçi dhe Lorenç Bami miratojnë lejen e ndërtimit për ndërtimin e një thertoje rajonale nga kompania Jumens. Kjo është audituar nga KLSH dhe është dokumentuar në një raport zyrtar. Në mars të vitit 2019, kompania Jumentis lidhi një kontratë me subjektin NG Structures, kompania drejtuar nga gruaja e Lorenç Bamit. Ky subjekt lëshon një faturë për 140.000 eurosh për projektimin e thertores rajonale. Kjo faturë është zbuluar nga postimet e Aleksandra Bamit në rrjetet sociale, ku ajo ka publikuar foto të projektit dhe emrin e kompanisë. Në tetor të vitit 2019, kompania Jumentis aplikon dhe miratohet për një fond prej 758.000 eurosh nga fondi i partë. Ky fond është miratuar për ndihmën e zhvillimit të thertores rajonale në Tepelen. Dyshimet janë ngritur dhe më shumë gjatë inspektimit nga vetë kryeministri Edi Rama, i cili teksa pyet ish ministren e bujqësisë Frida Krivsën dhe Tërmet Peçin se kush e përfitoi këtë investim. Zyrtarët pasi ngecin shprehen se pronari nuk është këtu për momentin. Më datë 1 shtator 2022, Aleksandra Bami dhe Mateo Sheu kanë shitur 100% të aksioneve të kompanisë Jumentis të Lorenç Bamit për një vlerë prej 1.000 eurosh, megjithëse kompania ishte fitimprurse. Lëkundjet që i ka dhënë Tërmeti buxhetit të shtetit janë kapur nga sismologjia e SPAK-ut. Sipas raportimeve, më 16 qershor 2025, agjentët e BKH-s dhe prokuroria e posaçme kanë zhvilluar një kontroll të befasishëm në ambientet e Bashkisë Tepelen në kuadër të një hetimi të nisur për abuzime të dyshuara me tendera publik, gjatë kohës kur drejtimin e këtij institucioni e mbante ish kryebashkiaku Tërmet Peçi. Gjatë operacionit janë sekuestruar dokumenta dhe materiale digjitale, të cilat mund të hedhin dritë mbi mënyrën e ndarjes së tenderave në bashki dhe lidhjet e mundshme klienteliste me kompani private. E ndërsa SPAK merret me zbërtimin e kompjuterave dhe telefonave të sekuestruar, kompania e drejtorit të Tërmetit vazhdon të arkëtojë miliarda euro.